e një mend, thot Krishti. Çdo bi do të kishte njeriu nëse fiton marr botën, por hum vetveten ose e rënon. Një kjo pyetje duhet me kenë kaq herë e lexume, e meditume, e mirë menume, për me mrit me kuptu se jena të gabu në shumë raste. Jena të hullon shumë për me fitu këtë botë, me fitu gjanat e kësaj bote që kjo botë na propozon. Marume u shkatrume për çdo ditë. Ka njerëz të cilët lajnë familjen e tyne për me fitu një famë në këtë botë. Ka njerëz të cilë shesin vedin, shesin tjerë, shkatrojnë vedin. Ka njerëz të cilë zgjedhin për me fitu pare, për ama familja, fëmijët e gjithçka tjetër, martesa, miqësia, çdo gjë ashajt ashtu ju shkatru për çdo ditë. Kush të me zgjell botën, ka me met vetëm me botën, do me thonë me dur boshe pa asnjë gjë. Kush zgjell Krishtin, shton vedin. Çdo bi ka jeta jote, në kjo se ti fiton gjithçka, por ke shkatru vedin dhe ke rënu. Ke shkatru krijesën më të bukur që Zoti ka ba, imazhin e dashnisë së tij. Du të kena kujdes. Kujdes se çfarë zgjedhim në jetë. Ke zgjedhim. Dhe pse?